Flamur Bicuri sot edhe zyrtarisht është bërë pjesë e Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili është antar i kryesisë së PDK-s në Gjakov, njëherët edhe kryetari në ndegës së dytë të qytetit. Kryetari i degës së AAK-s në Gjakov Palekaj, duke i uruar mirëseardhje Bicurit, tha se ai e shumë të tjerë janë të mirëseardhur në AAK dhe me kënaqësi pritet kontributi i tyre në këtë parti, ku së bashku do të punojmë dhe të angazhohemi që drejtimi i ri ta udhëheqë vendin në të mirët të gjithë qytetarëve. Për mua, si kryetari i degës, si antar i kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, është nder që sot po i bashkohet ky personalitet degës, por edhe Aleancës për Armërinë e Kosovës. Nga ana tjetër, vetë Bicuri ka bërë të ditur se po aderon në AAK, pasi është i zhgënjur me ish subjektin e tij. Unë i kam 1 milion arsye për aderimin tim në Aleancën për Armërinë e Kosovës. Unë kam punu gjatë 15 vitëve në Partinë Demokratike të Kosovës, duke shpresu edhe duke mendu që jam duke punu për interesat e qytetarëve të Gjakovës, por jo kurse si për interesat klanore, familjare, siç është ka ndodhur, sidomos këto 6 vjet të fundit. Prandaj unë jam këtë vendim e kam marrë me shumë kënaqësi dhe jam i gatshëm që nga sot filloj të angazhohem për të mirën e partisë, në këtë rast Aleancën për Armërinë e Kosovës. Ndryshe në subjektin e ri, Flamur Bicuri automatikisht është emëruar si antar i kryesisë së degës së AAK-s në Gjakov.